Të dashur miq, është një turp kombëtar që po ndodh në Shqipëri. Është një turp kombëtar. Nuk është një keq interpretim apo një gabim. Është një turp kombëtar. Kthimi i Belinda Ballukut në krye të detyrës nga gjykata kushtetuese është një turp kombëtar. Ky vendimi i dha garanci pushtetit dhe i dha një përgjigje çdo qytetar që të hesht, që sipas saj vendimi është i drejtë, po drejtësia nuk është vetëm ajo që lexojnë juristët, por është ajo që kupton populli, i cili asnjëri nuk ka përgjegjësi, ku asnjëri nuk e dorëheqen, kur ka një përgjegjësi politike dhe morale. Po kur drejtësia bëhet mburojë e politikës, ajo kthehet në bashkëfajtore, sepse politikanët po gjejnë gjithmonë në rrugën për të mbrojtur. Por është smenduri vërtet, është një turp kombëtar, duke kthyer në detyrë një njerëz i cili thënë që vidh dhe vidh më mirë se di sepse sot ti nuk ndëshkohesh. Vendimi që dha gjykata kushtetuese vrau drejtësinë, duke dhënë hapur qytetarëve që ligji ekziston vetëm për të heshtur juve dhe jo për të ndëshkuar pushtetarët. Nuk e di ku rriten dhe ku linden këta njerëz që përshkatrojnë pa pikë mëshirë, pa pikë dhimbje këtë vend, këtë tokë që quhet Shqipëri o njerëz. Nuk e di ku lindin këta njerëz të vërtet, nuk e di ku lindin, ku rritën këta njerëz që përshkatrojnë këtë vend çdo ditë më tepër dhe duke u tallur me çdo qytetar në këtë spektakël kaq të ndyrë që kanë krijuar.